këtë prezencë kaq të madhe, për këtë rizgjim të Partisë Demokratike, sepse ju jeni heronjtë e Partisë Demokratike. Keni sakrifikuar dhe keni dhënë kontribut duke u përballur me një autokraci që kontrollon gjithçka dhe në këmbim nuk keni kërkuar asgjë përveç vëmendjes, dëgjesës, diskutimit dhe ndarjes së shqetësimeve që gjithë secili i ka për interes të fuqizimit të Partisë Demokratike. Sot jemi këtu sepse demokratët janë duke thirrur. Shqipëria është duke thirrur. Dhe thirrjet e tyre as nuk duhen zbukuruar, as nuk duhen relativizuar dhe domosdoshmërisht nuk duhen injoruar. Këto thirrje janë dhimbje. Dhimbje të cilat rëndojnë apo duhet rëndojnë në peshën e përgjegjësisë së çdo politikani të Partisë Demokratike, i votuar ose i pavotuar. Personalisht e kam ndjerë këtë thirrje dhe besoj që përgjigja jonë duhet jetë e qartë dhe pa ekuivok. Partia Demokratike duhet përgatitet të udhëheqë ndryshimin që të gjithë po presin. Dhe ky ndryshim pa diskutim që fillon edhe nga kjo sallë si takimi i parë që po zhvillojmë me demokratët. Nga ky brez që i dëgjuat pak më parë, nga kjo energji që është e pashteshme në Partinë Demokratike, por që nuk i jepet mundësia për arsye që gjithë secili prej jush i di. Të flasim hapur. Sot Shqipëria nuk po qeveriset. Shqipëria sot po plaçkitet. Dhe plaçkitja do sjell boshatisjen e Shqipërisë anë kënd saj. Shqipëria po shpopullohet, po plaket, po zvoglohet neshtje sikur jeta një kombi të kishte filluar numërimin mbrapsht. Ikja e shqiptarëve, ulja e lindshmërive, plakja e popullsisë është një dramë që tashmë shihet me sy të lirë nga cili do. Shërbimet publike duken si në mesjet. Rrugët, investimet publike, pastrimi, gjelbërimi është si në mesjet. Sepse siç e pat ju, siç e pat çdo qytetar shqiptar, si në rastin e marrjes pandehur të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, gjithçka në Shqipëri komandohet nga një dorë vetme. Ligjet, rregullat nuk funksionojnë dhe tenderat ndahen si plaçk lufte tek klientët e pushtetit dhe të Partisë Socialiste dhe të Edi Ramës. Siguria e punonjësve është si në xhungël.